Dafina Zeqiri shpërthem pas skandalit në Big Brother VIP Kosova. Si lejohet ky veprim në televizion? Pas publikimit të disa momenteve nga Big Brother VIP Kosova 4, ku banoret Benita dhe Alba shihen duke ushtruar presion dhe bullizim ndaj 18 vjeçares Eliona Binakaj, reagimet në rrjetet sociale nuk kanë munguar. Mes tyre, më i komentuari ka qenë ai këngëtares së njohur Dafina Zeqiri, e cila shpërtheu hapur ndaj formatit dhe ndërhyrjes së munguar institucionale. Pamje që qarkulluan gjerësisht nxitën debat për mënyrën se si realitetet televizive trajtojnë konkurrentët dhe për rrezikun e normalizimit të sjelljeve agresive në emër të shout. Është e tmerrshme që Big Brother lejohet ende me ekzistu, kur bullizimin, dëmtimet fizike dhe psikike e shfaqin si argëtim. Televizioni duhet me qenë i sigurt për fëmijë, jo me normalizu këtë veprim. Ku po shkon ky vend që këtë lejon vit pas viti? Reagimi i saj mori mira pëlqime dhe u shpërnda masivisht, duke krijuar një valë mbështetje nga publiku që ndau të njëjtat shqetësime. Ku janë institucionet? Dafina vë në pah përgjegjësinë e shtetit. Kur një ndjekës e pyeti pse nuk ndërhyjnë institucionet për situata të tilla, këngëtarja dha një përgjigje po aq të drejtë për drejtë. Po më duket kot flasim kur kryesorët e shtetit nuk marrin masa. Besoj që i shohin reagimet e të gjithëve, po? Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.